Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshirëplot. Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por arrin për kushtimi juaj. Kështu ai ka vënë ato në shërbimin tuaj që ju ta madhëroni Allahun, sepse ju ka udhëzuar. Dhe jepu lajmin e mirë punëdrejtëve. Allahu i plotfuqishëm ka thënë të vërtetën. Falëndërimi dhe lavdërimi i takon Allahut të plotfuqishëm për të gjitha begatitë që na ka dhënë, dhe i dërgojmë salavat dhe selam të dërguarit Allahun Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, sahabëve të tij dhe të gjithë robërve të mirë të Allahut. Të dashur vëllezër, ditë pas ditë po na afrohet Kurban Bajrami, ditë që na rikujtojnë sakrificën, bindjen dhe sinqeritetin në raport me Allahun xhaleshanu. Duhet të them që Kurbani nuk është vetëm fjalë për të thënë kurban. Ajo është pra një kujtim i sprovës të pejgamberit alayhis salam, të Ibrahimit alayhis salam, i cili ishte i gatshëm të sakrifikonte më të vlefshmën që ai e kishte, djalin e tij. Por Allahu për shkak të devotshmërisë dhe sinqeritetit të tij e shpërbleu dhe në vend të djalit i dërgoi Kurbanin. Pra, nuk duhet ta kuptojmë Kurbanin vetëm si një ibadet që krihet një herë në vit, por gjithashtu si një mesazh që na mëson se pa sakrificë nuk ka sukses. Dhe në kuptimin simbolik, Kurbani përfaqëson vetë sakrificën. Prandaj secili prej nesh duhet ta pjesë veten. A jemi vërtet të gatshëm ta sakrifikojmë për të mirën, pra të sakrifikojmë veten tonë për një gjë që është më e madhe se ne vetë. Ne sot jetojmë në një kohë ku materializmi e ka pushtuar mendjen dhe zemrën e njerëzit. Jetojmë në një botë ku njerëzit shkojnë pas komoditetit dhe përfitimit të shpejtë, ku çdo gjë matet me para dhe interes. Por vëllezër të dashur, Islami na mëson se pa sakrificë nuk ka sukses. Pa sakrificën e gjumit dhe lojeve nuk ka dituri për fëmijët tanë. Pa mund dhe studim nuk ka diplom. Pa durim dhe përgjegjësi nuk ka familje të shëndosh. Pa djerse dhe përkushtim nuk ka sukses në punë për punëtorët. Dhe pa drejtësi dhe përgjegjësi nuk ka shtet të qëndrueshëm për shoqërinë. Pra, Kurbani na mëson se më vlerë është vetëm ajo që kërkon mund, që kërkon kohë dhe sakrificë. Dhe sakrifica është çelësi i çdo suksesi, siç në familje, në fe, në komb, në ndërtime vetvetes e tjera. Prandaj, besimtar, le ta mbajmë gjallë shpirtin e sakrificës, dhe të jemi si Ibrahimi alayhis salam që nuk e pyeti veten çfarë do të fitojmë me këtë, por ai e pyeti veten çfarë kërkon Zoti prej meje. Dhe të mos jemi robër të pasurisë, por shërbëtor të vlerave. Dhe është koha që në vend të njeriu të sakrifikojmë materjen, e jo asesi të sakrifikojmë njeriu për materjen. Është vërtet, pra ne në Islam mësojmë se gjërat materiale janë të rëndësishme për ne, por vlerat shpirtërore janë ato që na bëjnë të lumtur. Ne në diasporë di mirë çfarë do të thotë sakrifica, dhe shumë prej nesh e kanë lënë vendin e tyre, vendlinjen pra për shkak të luftës, për shkak të varfërisë apo politikës. Edhe sot shumë njerëz sakrifikojnë afërsinë me familjen, gjuhën, kulturën dhe shokët e tyre për një jetë më të mirë. Dhe këto janë kurbanet tonë. Ne jetojmë mes dy botëve, fëmijët tanë rriten mes dy gjuhëve, zemrat tona janë mes vendlindjes dhe vendit ku po mundohemi të ndërtojmë një jetë të re. Dhe ne e kuptojmë çfarë do thotë të largohesh nga vendlindja, të fillosh nga e para, të luftojsh dhe të jesh larg prindërve, të jesh larg familjes. Dhe kjo është sakrifica jonë. E lutim Allahun që të shpërblet çdo njeri që bën sabër larg të dashurëve të tij, por që megjithatë e ruan fenë dhe identitetin e tij. Të dashur vëllezër, Kurbani na mëson se nuk mjafton vetëm të mbijetojmë, por që duhet edhe të ruhemi. Fëmijët tonë kanë nevojë për mektep që të dinë kush janë ata. Xhamati jon ka nevojë për duart dhe zemrat tona që të vazhdojnë. Të moshuarit tonë kanë nevojë për kujdesin tonë që të mos mbeten vetëm. Dhe shpirti jon ka nevojë për namaz, ka nevojë për Kur'an, dua që të jetë gjallë. Duhet të kuptojmë vëllezër të dashur se kuptimi thelbësor, pra qëllimi thelbësor i Kurbanit nuk është vetëm derdhja e gjakut,
Por mbi të gjitha, qëllimet janë përkushtimi, morali, devotshmëria dhe gatishmëria e besimtarit që të sakrifikoje për Allahun xhaleshanu. Dhe në fund, duhet të them se kurbani, pra siç e dim krejt ne, kurbani është obligim pra për çdo musliman që i plotson kushtet dhe që ka mundësi materiale, dhe duke pasur parasysh se në kushtet e jetës urbane është vështirë të organizohet thirrja kurban në meni të rregull shariatike, Bashkësia Islame ka marrë përsipër amanetin që t'u mësojë muslimanëve në diasporë këtë obligim që ta kryejnë në mënyrë të drejtë dhe në kohën e caktuar të ibadetit. Dhe në fund çmimet, do të them çmimet e kurbanit, pra në Maqedoni janë 210 euro, në Kosovë 200 euro, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Sanxhak janë 310 euro dhe në Malin e Zi 300 euro. E lutim Allahun që të na pranoje ibadetet dhe sakrificet tona, e lutim që të na falë dhe mëshiroje dhe të na shpërblej me xhennet në shoqërinë e pejgamberëve, shahidëve dhe njerëzve të mirë. Amin ya rabbil alamin. Ala inna